Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar, nësë Allah në madnuar që në jepë Allahu paqe, siguri, rahati e mirëqenje. Në udhëzon në rrugën e drejtë, në begaton nga mirësitë e tij dhe të jetë nga ata që të jemi nga ata që është Allah i kënaqur me ta. Po vazhdojmë në sofën e begat të njohjes së Allahut të mënduar. Të ushqejmë zemrën tonë, ta qetësojmë këtë zemër të trazuar, a kjo botë me shumë sprova, a kjo botë me lakmi e qërëdi të lloj-llojshme. Kemi nevojë që t'i kthehemi vetes tonë të ndëruar shikues. Kemi nevojë që t'i kthehemi kësaj sofre të begat, që të ushqejmë shpirtin e zemrën, pas që kemi shuar mjaft ushqime të ndryshme për barkun, lukthin dhe aspektin tonë material. Sot njerëzit janë të begatuar, të pasuruar shumë në aspektin material, por fatkeqësisht ka mbetur i varfër aspekti tyne shpirtënor. I varfër njeriu nga brendia e tij, i zbrazët, kërkon të përmbushet, por fatkeqësisht në adresat e gabuara. Andaj ka hup siguria. Njeriu nuk është i sigurt sa është kjo rrugë e duhur, nuk është i sigurt sa ato vallë të e gjen lumturinë. Madje ka hup siguria në raport me njëri tjetrin, nuk jemi të sigurt se nesër që do jetë puna e çdo kujt për neve. Ka hup siguria e prindit sa thua vallë nesër do i gjendet fëmiu i tij. Ka hup siguria mes fëmijëve sa thua vallë çfarë do ndodh me neve. Raportet janë dobësuar. Nuk njihemi fare mes vete. Nëse ndodhi çka është shtëpisë time, mund të llogares unë në ndihmën e mikut dhe fëmijët tim. Siguria e njeriu edhe në të ardhmen e tij, çka do silë ardhmja. Prandaj shumë pasiguri sillen rreth njeriu. Dhe këto pasiguri fatkeqësisht e kanë ngarkuar jetën dhe e kanë bërë të tillë që nuk më mundet aspekti material ta qetëson shpirtin e zemrën e njeriu të trazuar. Ku është kthimi? Ku është zgjidhja? Padyshim, si gjithmonë tek Allahu Azza wa Jall. Ktheu tek Allahu Jalla Jalaluhu. Ktheu tek ai që t'jap siguri të plot për të ratë që ai thot, ai të premton, ai të garanton. Dhe emri Allahut El-Mu'min të ndëruar. Është përmendur në Kur'an, në surën Al-Hashr. Allah e përmend El-Mu'min. Çka është El-Mu'min? Emri Allahut El-Mu'min ka disa kuptime të ndëruar. Një kuptim e ka se ai është që vërteton dhe qëndron pas tërë asaj që ka kërkuar prej teja besosh. Çka nuk kupton kjo? Ne besojmë në Kur'an. Ne besojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Ne besojmë se Kur'ani është fjalë e Allahut. Ne besojmë se agjërimi është veprimi i duhur që duhet ta bëjmë në këtë muaj të shenjtë Ramazanit. Ne besojmë se ka xhenet e ka xhehenem. Ne besojmë se kjo është e dëmshme dhe kjo është e keqe për shkak se Allah e ka ndaluar. Ne besojmë se kjo është e mirë për shkak se Allah e ka lejuar dhe obliguar. Ne këtu besojmë. Kush garanton për këtë se do të mbeten kështu të pandryshueshme këto bindje tona të sakta, të vërteta, të dobishme për ne? Kush garanton? El-Mu'min. Allahu unë më garantues. Ai është garantuesi. Se gjithmonë do të bëhet kështu. Sa është kjo e madhe? Përmendoj, ai garanton se gjitha këto janë të vërtetuara nga ana e Allahut mënduar dhe janë të sakta. Allahu dëshmon për saktësinë dhe vërtetësinë e shpalljes së tij. Allahu dëshmon për vërtetësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që qetësohet shpirti e zemra jote dhe imja. Prandaj kur dikush thot diçka thosh e kush është mos i lajmi? Kush garanton se është kështu? Kush na siguron se do të kemi dobi nga kjo? Themi Allahu Azza wa Jall. Mjafton? Nga kuptimi El-Mu'min është të ndëruar shikues, Allahu Xhallahu Ala gjithashtu ju garanton se ju siguron Allahu Azza wa Jall se askujt Allahu nuk i bën padrejti. Ka marrë fund, s'ka padrejti. As dunja as në herat. Nga Allahu Azza wa Jall. Padrejti është mesjush. A mund të garanton që nga fillimi i marrëveshjes burri me gruan se
kur zullum s'ka me të bo. A ka mundësi? Vështirë është, e pa mundshme. Nëse jo qëllimisht, ndodh pa qëllim i bën zullum. Ose gruaja me garantu se sa të jam gjallë, kur zullum nuk të bëj. Në gjithmonë ta di vlerën, vlerësoj, marrë konsiderat, e kështu me radhë gjithmonë, pa mundshme. Kontratë e tillë mes anëtarëve të familjes nuk mund bëhet. Allahu azza jall ju garanton të gjithë njerëzve se askujt Allahu padesi nuk i bën. Madje edhe mosbesimtarët të ndryshkues, kjo është interesant. Allahu i ka garantuar edhe atyre që nuk besojnë Zotin se ka me ndihmu, ka me i përkra në kërkesën e tyre në këtë botë, nëse ata ndjekin rrugën e dur. Andaj shkencëtarët që hulumtojnë ligjet e ndryshme të fizikës, natyrës, e shkencëve tjera, në fund a ja dalin me zbulu? Po ja dalin. Po pse ja dalaj? Po s'po beson Zotin. Ka respektuar rregullat. Allahu ka thënë kush e ndjek këtë ligj, kush i lidh gjithashtu, kush mëson e mundohet, nuk ja hupi mundin. Sa ka njerëz të cilët punojnë, angazhohen dhe në fund pasurohen. Për nga është kjo pasuri? Për Allahut. Këse kemi thënë, e tërë pasuria është në dorë të Allahut. Marrin pushtet, nga kush është ky pushtet? Nga Allahu. Po ky s'beson Zotin. Rregull është, dunja është e tillë. Me që është përpjekur, është munduar, Allahu nuk ja hup mundin. Andaj Allahu siguron të gjithë se s'ka padrejti. S'ka padrejti. E as në ahiret, la dhulm al-yawm, s'ka padrejti. Andaj të ndërruar shikues, a nuk na turpron me këtë sjellje Zoti kashineve, a nuk na turpron si sillim na me të? Ai nuk na bën pa drejt. Edhe pse çka do që të na bën është e drejtë. Megjithatë nuk bën pa drejt. E pse na bën pa drejt? Pse na i bëjmë Allahut pa drejt? Nuk besojmë si duhet të. Nuk e madhrojmë si e meriton. Shpresojmë në njerëz më shumë se në Allahun. Kemi frikë nga njerëzit më shumë se nga Allahu azza wajal. A s'është kjo padrejti? Andaj emri Allahut el-Mu'min, ta qetëson zemrën në raport me Allahun. Në raport Allahu me ty, ta qetëson zemrën. Po të turpron në raport tëndin me Allahun azza wajal. E ti a mund ta sigurosh Allahun xhallahu ala se nuk kemi i bëu asnjë padrejti. Pse ne nuk mund të bëjmë Allah padrejti, nga se Allahu nuk e dëmton asnjë veprim jone. Megjithatë, sillet tona gjykohen si të padrejta në raport me Allahun kur ne nuk ja japim Allahut atë që i takon dhe meriton. Allahu na siguron të ndëruar me emrin el-Mu'min se të gjithë Allahu ka me i furnizu. Nuk ka me la furnizimin. Po s'beson Allah në ty, po Zot ky po bën keq, po Zot po ky po vjedh, po Zot kur që mënohet përpjeket, të gjithë Allahu ka me i furnizu. Ka me i furnizu Allah azza wajal. Me jetë, ka me furnizu Allah xhallahu ala me ushqim, me atë që njerëz kanë nevojë. Siguri. Ma e sa njerëz njën nga pasiguria, në rrezikohen nga pasiguria për të ardhmen, nuk kanë me pas me pi ujë, nuk kanë pas me hungër bukë, nuk e dihet të ardhmës. Na jena mbështetur në Allahun xhallahu ala nga sa ai është furnizuesi, sikur të ta mësojmë, dhe ai na ka siguruar se përderisa jemi gjallë, kanë me pas çka me hungër, çka me pi. Siguri është kjo. Allah ka siguruar se as kujt nuk ka me i shku mundi hoq. Për men ja'mel mithqala dharratin khayran yara. Kush ka bë mirë sa grimsa, nuk i hup. I sigurt në deponimin e shpërblimeve tua, e arritjeve tua. Asgjë nuk humb. Sa njerëz që me deponu para, me rrit pasurinë, duke u siguruar në kompanitë prestigjioze të sigurimit, bankat e ndryshme. Këtu ka siguri. Ne janë duhet tërmet, shkaj, duhet luft, shkaj. Kush siguran më mirë se Allahu xhallahu xhallahu? Çka do që të ndodh? Asnjë investimet nuk shkon hoq tek Allahu xhallahu ala. Nga se aja siguran atje ku s'ka mundësi të arrijë dora askujt për njerëzve. Asnjë shkatërrim apo dëmtim. Qoftë sa një thërmi më e vogël, sa një atom i bër, Allahu të siguron se do të jetë e ruajtur për ty. Allahu na siguron të ndëruar shikues se kush e ndjek rrugën e Zotit do të ketë jetë e lumtur. Allahu na siguron se kush i zbaton urdhat e Allahu xhalla xhelaluhu, kush larguhet nga të këqijat,
do të ketë një jetë të këndshme, një jetë mirë, një jetë qetë rahat. Allahu siguron se ai që në Allahu mbështetet në sprovat e jetës, Allahu ka me i mjaftu. Me të kaluar citat. Allahu na siguron se nëse e lutim, ai na përgjigjet. Shiko siguri, ma siguri, al-mu'min. Emni Allahut al-mu'min. Nëse e njohim Allah me këtë emën, sa të qetë do të jemi, sa të sigurt do të jemi. Prandaj lutim Allahun e madhuar me emrin e tij al-mu'min. Që Allah të qetëson zemrat tona, kur ato trazohen nga pasiguri, dilemat, epsht e ndryshme të kësaj dhunjaje. Allah na është siguri që na inkurajon, na stimulon që të bëjmë punë të mira. O Zot i gjithësisë, na jap siguri në këtë dhunja, edhe siguri në varrin ton, edhe siguri në botën tjetër. O Zot na bëj që ne të jemi qelç i sigurisë për të tjerët, e mos të jemi qelç i pasurisë, e i frikës e tërësim për askën tjetër. E të tjera lutje të ndëruar shikues, që mund të dojnë nga emri Allahut el-Mu'min. Iftar të këndshëm. Assalamu alaikum.